Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Sot do ta përgatisim krelanën në mënyrën më të vjetër tradicionale. Fillimisht në njën do të shtojmë 500 ml me ujë. Uji është i ftoftë. Tek uji do të shtojmë një vezë të plotë. Do ta përziejmë mirë derisa veza tretet tërësisht tek uji. Vazhdojmë e shtojmë edhe krypën. Unë do të shtoj një lugje gjysmë të mesme me kryp. Ju mund ta përshtatni krypën sipas shijeve të juaja. Vazhdojmë tani që ta shtojmë mielin. Vazhdojmë të shtojmë gradualisht dikon për afërsisht 500 gram me miell. Pasi e shtojmë mielin, unë preferoj që tek krelana të shtoj edhe pluhur për pjekje. Kjo e mban më të butë krelanin, një paketim 10 gram. Tani duhet të përziejmë mirë që mos na mbetin trupa tek brumi. Do ta përziejmë gjatë dhe mirë derisa të na bëhet çulla e mirë pa grutka brenda. Dhe brumi është gati. Kjo është densija që po e kërkojmë, pra një brum jo shumë të trash, mesatarisht të hollë. Tani marrim një tepsi për pjekje, por unë sot do ta pjek në një tepsi prej balte për t'ia dhënë tamam atë shijen tradicionale. Poshtë tepsisë do të shtojmë vaj. Vaj do të shtojmë sasi pak më të madhe tek krelana, pra në total unë kam shtuar 75 ml me vaj. E vendosim tani në furrë tepsin bashkë me vajin që të na nxehet mirë. Tani që e kemi nxehur vajin, vazhdojmë e shtojmë brumin. Në një tigan më të vogël, do ta bëjmë tani gati lyerjen e krelanës. Unë kam shtuar 100 gram gjalp. Ju mund të shtoni margarinë ose vaj, ajo mbetet shija juaj, por për mendimin tim, gjalpi është që ja jep shijen perfekte krelanës. Vazhdojmë një herë që ta shkrim në zjarr mesatar. Tani tek gjalpi i shkrir do të shtojmë 4 lugë gjelle me ajk, sarc kosi, shmand ose pavllak, pra në vende të ndryshme, një fet me imbra të ndryshme. 4 lugë gjelle mjaftojnë. Përziejmë mirë tani derisa salca e kosit të shkrihet tek gjalpi dhe të fitojmë një lyerje të mirë për krelanën. Dhe krelana është gati, sapo e kam larguar nga fura. Presim pak 5 minuta, pak të ftofet dhe vazhdojmë që ta shprishim. Ne që është ftofur pak, por është ende e xejtë, sepse e dini që këto tepsit e dhejut ftofen shumë zor. Po e mbaj me një peqet pastër kuzhine dhe po vazhdoj ta shprish. Dhe tani vazhdojmë sipër t'i shtojmë mazën që përgatitëm. Dhe të dashur miq, krelana është gati. Unë e kam shërbyer në një pjatë më të vogël dhe sipër mund t'i shtoni nga maza sipas shijeve. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta gatuani dhe do ngjellni të kënaqur edhe nga shija e kësaj recete. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.